Se gjakuarët janë disi nacionalista edhe janë lokalista pak. Kuvendin besoj që po, sepse i ka disa komuna, ka struktura, e ka antarësinë e saj që më mërmendja 50.000 vota nuk e ka të lash Alanca me siguru asnjëherë. Mund të ketë risi ndoshta me Ardian Gjinin, ndoshta edhe ketë rritje, ndoshta mund të kemi një shtim të vote, sidomos në komunën nga vjen vetë Ardiani. Gjakova mund ndoshta se gjakuarët janë disi nacionalista edhe janë lokalista pak. Janë të njoftën pak një gjakuarë. Shka i bjen kjo? Harroa si një gjakuarë të dytër. Po unë e preferoj këtë nacionalizmin edhe këtë lokalizmin pak të gjakuarët. Ju këmë thonë që edhe origjina ime vjen nga ndejka pak. Por unë mendoj që Alanca nuk e ka me pas të lashe me kalu provën, vetëm ka mundësi që të rritet ndoshta, megjithatë ajo që ka presim nuk është asgjë. Thjesht ka me qenë një ngjerç i vazhdueshëm që nëse nuk arrihet kompromisi që kena ripotencu disa herë. Shkojmë prapa. Është e lashe që ne kena një zgjidhje për presidentin. Por do flasim prapë më vonë pse është kjo problemi, si do jetë zgjidhja do flasim herë tjetër.